Pas takimit të përbashkët me Eduard Selami në Shkodër, Lulzim Basha nuk preferoi t'i përgjigjej akuzave të kundërshtarëve në parti se gara 22 korrikut është një farsë. Unë jam këtë garë dhe po marr pjesë të garë si kandidat, jam i sigurt që antarësia e Partisë Demokratike është gjyqtare më e mirë, jo vetëm për rezultatin e garës, por edhe për përmbajtjen e garës, edhe për procedurat e garës. Faleminderit dhe ju uroj gjithë mirat. Nuk ka asnjë të vërtet gara, pse është e paparabartë. Unë e thash këtë? Kam 4 vjet që luftoj dhe është e paparabartë. Jo, shiko, mos merrni grimca nga Mos merrni grimca nga ata që janë brenda. E di, po mos merrni grimca, futeni në kontekst. Ka një kontekst këtu. Për të ballim se s'do të përgjigje. Nuk kam asnjë përgjigje për emrat përveçëm, përgjegjësitë e mia. Jo, s'është e vërtetë. Ky është një mashtrim total që bëhet nga ata që i shërbejnë Edi Ramës. Ndërsa Eduard Selami u shpreh i sigurt se këtë të shtunë do të fitojë modeli i tij. Thashë demokratëve, hajt hym perëndim, të masin punë me rezultate. Zoti Basha ka dështuar 2 herë. Modeli im është model fitores. Të largohemi nga modeli që shqiptarët e refuzuan. Jam i sigurt që 22 korrik modeli im do të fitoj, sepse është modeli i cili sjell jo vetëm Partinë Demokratike, po ta kthejë Shqipërinë në historinë më të madhe të suksesit të shekullit 21. Deklaratat në sallë të Bashës dhe Selamit do t'i shpërndajë të martën zyra e shtypit e Partisë Demokratike.